Mirë mbrëma. Jam Karen Loft. Jemi në lidhje direkte nga Tel Avivi me korrespondentin e luftës, David Levy. David, faleminderit që je me ne. Le të fillojmë me situatën në terren. Faleminderit Karen. Është kënaqësi të jem këtu. Cilat janë zhvillimet më të fundit në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit? Gjatë javës së fundit që nga 13 qershori Izraeli ka nisur operacionin Luani që ngrihet, duke goditur disa objekte bërthamore dhe raketore iraniane, përfshirë reaktorët në Arak dhe qendrat e pasurimit në Natanz dhe Fordo. Janë eliminuar edhe komandant të lartë të gardës revolucionare. Irani ka reaguar me 10 raketa dhe drone. Disa prej tyre kanë goditur një spital në Beersheba duke shkaktuar viktima civile. Fakti që Izraeli kontrollon hapësirën ajrore të Iranit, a do të thotë se sulmet do të vazhdojnë? Po. Izraeli pretendon se ka kontroll të plot ajror dhe po vijon të shkatërrojë objektiva strategjike. Ndërkohë, Irani ka zhvendosur lëshimet në pjesën qendrore të vendit, duke përdorur raketat me rreze më të gjatë se il. Presidenti Amerikan Donald Trump ka lënë të kuptohet se SHB mund të përfshihet. Cili është qëndrimi aktual? Trump ka miratuar planet ushtarake, por po e shtyn urdhrin final duke thënë do të shohim dhe ka kërkuar dorëzimin e pakushtëzuar të Iranit. Ai gjithashtu ka deklaruar se SHB e di se ku ndodhet Khamenei dhe i ka bërë thirrje Iranit të bëjë marrëveshje tani. Forcat amerikane janë në lëvizje përfshirë aeroplanmbajtësen Sesenimitz dhe njësi të tjera detare. A ka kundërshtime brenda veç bas? Patjetër. Mbështetja republikane është e ndarë vetëm rreth 16-19 i amerikanëve dhe votuesve të Trump mbështesin përfshirjen ushtarake. Shumica preferojnë zgjidhje diplomatike apo përmes sanksioneve. Po udhëheqja iraniane si ka reaguar? Ayatollah Khamenei e ka refuzuar kategorikisht çdo kërkesë për dorëzim dhe ka paralajmëruar se një ndërhyrje amerikane do të sillte pasoja të pariparueshme. Një situatë shumë e tensionuar. David, faleminderit për informacionin. Faleminderit ju, Karen.